fuqi geopolitike. Kjo është agenda jonë. Një tjetër pak fjalë për KPN dhe rëndësinë për agendën e antarësimit të Shqipërisë. Besoj fort se për te i Bashkimit Evropian kemi këtë Europë më të madhe, që janë Ballkani Perëndimor, Mbretëria e Bashkuar, Ukraina, dhe kjo Europë më e madhe është vend me 650 mbi këtë milion banor që nuk merren në konsiderat as nga pikpamja gjeopolitike, as nga ajo financiare apo ekonomike. Le t'i integrojmë edhe më mirë këto vende. Le të punojmë së bashku për ekonominë, për migracionin, për mbrojtjen, për tregtinë. Në qoftë se ne e bëjmë këtë, integrojmë vende shumë të qëndrueshme, pa luftë, pa destabilizim. Në qoftë se arrijmë një hapësirë më të mirë integruar përtej Bashkimit Evropian, dhe natyrisht që jam një avokat i antarësimit e mbylljes në 2027-ën, por kemi ndërkohë një mundësi të jashtëzakonshme të 700 milion banorëve për ta bërë këtë vend, këtë hapësirë të respektuar nga të gjithë. Prandaj, dhe është një mundësi unike dhe prandaj KPE-ja është kaq e rëndësishme. Tashmë mund t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja. Faleminderit. Faleminderit zoti president, kemi kohë për 3 pyetje. Do t'ju bëj pyetjen e parë, duke qenë se jam këtu në sken. Para 48 orësh do të keni summitin në Francë, në Paris. Dua të di, pra summitin e turizmit, pse duhet të zgjedh Francën për t'investuar, Europën për Francën sidomos. Faleminderit edhe një herë, kemi një prej njerëzve kyç të këtij summiti, dua të falenderoj juve, PRF-in, për të gjithë punën e bërë. Vite më parë, ne bëm një agendë reformash për ligjet e punës, taksimin e fitimeve kapitale, tatimin mbi pakën e kështu me radhë. Pra bëm një sër reformash për ta bërë Francën një vend më të mirë për të investuar dhe për të rritur konkurrueshmërinë tonë dhe tërheqjen e vendit. Morëm rezultate sepse kemi qenë numër 1 në shkallën e tërheqjes për vitet e fundit. Është konstante dhe jep rezultate. Kemi krijuar më shumë se 2.200.000 vende pune, duke ulur normat e papunësisë dhe kemi nisur të riindustrializojmë vendin. Jemi numri 1 për këtë gjë, gjithashtu edhe për inteligjencën artificiale. Pra kemi qenë në gjendje që të rrisim faktorët makroekonomik. Ndërkohë që sa i përket stabilizimit, dhe kjo është edhe çështja e vendimeve politike, në fund mandatit tim dua që t'i bëj të gjitha forcat e spektrit politik të punojnë së bashku dhe ta mësojmë këtë gjë. Sepse në fakt për mua fiksimi im do t'jetë stabiliteti për të siguruar këtë konkurrueshmëri. Së treti, kemi kualifikime të mira, jemi vendi më i mirë për kualifikime në Evropë, kemi rritur investimet në kërkim shkencor, në arsimin e lartë, në inteligjencë artificiale, ne jemi numri 1 dhe në fakt më parë shkonim në SBA, po tashmë kemi pajisje më të mira. Në fakt kemi bashkuar me Shqipërinë, sidomos për shkollën 42, që është një kompani, një element shumë i mirë. Energjia. Në Francë ka një vend ku ka energji konkurruese me nivel të ulët karbonit dhe të ripërtëritshme. Për momentin është unike. Jemi tashmë të skarbonizuar për shkak të kombinimit tonë energjetik, mbështetur në 75% energji bërthamore. Ne kemi vendosur
që të 3 vjet më parë për investime në energji bërthamore dhe ndërkohë po realizojmë dhe në këtë fushë jemi tejet konkurrues. Vitin e kaluar, për t'ju dhënë një shembull, eksportuam 90 terawatt për orë, 90, që do të thotë mund të krijojmë shumë qendra të dhënash tërësisht të shkarbonizuara në Francë pa rrezikuar atë energji që duhet për familjet dhe për kompanitë. Paralelisht kemi dhe një program të madh shkarbonizimi. Pra, këto janë të gjitha arsyet, një paketë mirë makroekonomike, moment stabilizimi dhe vizibiliteti. Energjia edhe mund të shtoj pa tjetër edhe infrastrukturën dhe një sistem të mirë arsimi dhe kujdesi shëndetësor që bëjnë Franca një vend shumë tërheqës.